Afarizmi 15 vite në shërbimin tuaj. Shikues të nderuar, mirë mbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve këtu në Radio Televizionin Presheva. Fillimisht ju informojmë ngjarjet dhe aktualitetet ditore. OSB takim me kryetarin e komunës diskutoi çështja e medias. Fillon sonte edicioni 13 i festivalit Ditët e Komedisë Shqiptare Presheva 2016. Këshilltarët e 3 komunave Preshev, Bujanoc e Vranj pjesë e punimeve në temën barazia gjinore. Departamenti për media pranë Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian janë takuar sot me kryetarin e komunës Preshevës Shqipëri Marifi. Në këtë takim ka marrë pjesë edhe drejtori i Radio Televizionit Presheva, Shenur Jahiu, dhe kryeshefi për veprimtari shoqërore. Në takimin e fjalësh diskutuar mbi gjendjen e medias e sidomos së Radio Televizionit Presheva. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Serbi ka shfaqur interesim për Radio Televizionin Presheva. Në këtë rast, Departamenti për Media pranë OSB-s sot janë takuar me kryetarin e Preshevës Shqipëri Marifi, drejtorin e Radio Televizionit Presheva Shenur Jahiu dhe kryeshefin për veprimtari shoqërore Esa Sejdiu. Gjatë këtij takimi, temë kryesore ka qenë RTV Presheva dhe status juridik. Palët janë akorduar që RTV Presheva është një medium që pasqyron aktualitetet dhe ngjarjet kryesore në Lugin, duke përcjell tek shikuesit një skemë programore në të gjitha lëmit. Razgovor je bio o medijima, pre svega došli smo da se upoznamo sa gradonačelnikom jer do sada nismo imali to zadovoljstvo i moram da kažem da mislim da je ovo bio jedan jako dobar sastanak, da smo se jako dobro razumeli oko toga šta mediji treba da rade u lokalnoj sredini, šta je javni interes građana Preševa, na koji način opština može da pomogne da se taj javni interes zadovolji. Također razgovarali smo o trenutnom statusu Radio Televizije Preševo, o tome šta može da se očekuje u budućnosti i na koji način građani Preševa mogu da očekuju da će njihove potrebe za lokalnim informacijama biti zadovoljene. Kena diskutuar njëherë së bashku situatën e Radio Televizionit Preshevës. Presim të gjithë që të sqarohet sa më shpejt ose sa më shpejt sa është e mundshme statuti përfundimtar final i Radio Televizionit Preshevës. Ne kena njoftuar për çastin e re të pushtetit lokal ndaj televizionit ose medjave në përgjithësi, gjë që nuk ka qenë e ngjashme me atë të kaluarën. Është një televizion tani i cili krijon program në mënyrë të përditshme edhe volumos, duke patur parasysh të kaluarën, është edhe depolitizuar, gjë që neve na gëzon në fakt, pasi që mendojmë se mediat në përgjithësi duhen të ndërtohen pikërisht të depolitizuar. Dhe kështu që tani është vetëm çështje teknike në atë që çka ndodh me statutin përfundimtar apo privatizohet, dhe kështu që presim dhe për këtë gjë ne kemi diskutuar dhe ne dakorduar që ta shohim çfarë sjellë ardhmja. Ndërka gjatë këtij takimi, drejtori i RTV Preshevës Shenur Jahiu, zyrtarët e OSB-s i ka njoftuar mbi gjendjen aktuale në këtë medium, duke potencuar se RTV Presheva është burimi vetëm informativ i qytetarëve shqiptar, duke nisur nga edicionet e lajmeve dhe programet me karakter edukativ arsimor. Jahiu gjithashtu ka marrë për krajin e pushtetit lokal dhe OSB-s për funksionimin e RTV Preshevës dhe zgjidhjen një herë për gjithmonë të statusit juridik. RTV Presheva është mediumi i parë Lugin Preshevës dhe për gjatë viteve deri më sot vazhdon me misionin e saj në informim të drejtë dhe të saktë për gjithë qytetarët e Luginës. Megjithatë, ligji i ri mbi privatizimin e mediave ka çrregulluar funksionimin e këtij mediumi, por stafi dhe punëtorët, pavarësisht kësaj problematike, sidomos financiare, po vazhdojnë misionin e tyre me shpresë se ky televizion do t'i mbijetojë edhe kësaj sfide. Në anën tjetër, qytetarët shqiptar në faturat e energjisë elektrike vazhdojnë të paguajnë për RTS-in, edhe pse nuk flitet asnjë fjalë në gjuhën shqipe. Ndrojmë temën e informacioneve. Edicioni 13 i Festivalit Ditët e Komedisë Shqiptare, eveniment ky mjaft i rëndësishëm kulturor, tani më tradicional, do të fillojë sonte në ora 19:30, të cilën organizon Shtëpia e Kulturës Abdullah Krashnica në Preshevë. Muaji nëntor sjell festivalin Ditët e Komedisë Shqiptare në Preshevë.
Për 13 vite me radhë, ky eveniment kulturor mbledh teatrot e trojeve shqiptare në qytetin e Preshevës. Pikrisht sonte, më datë 7 nëntor, fillon nata e pare e këtij festivali. Sipas drejtorit të Shtëpisë së Kulturës Abdullah Krashnica në Preshevë, zotëri Mendurim Presheva, gjithçka është gati për të filluar sonte ky edicion. I gjithë stafi këtij evenimenti kulturor është duke kujdesur për çdo detaj, në mënyrë që të ecë mbar ky edicion i 13, ka shtuar mes tjerash drejtori në fjalë. Stafi imi janë gati edhe jemi duke i pritë edhe mysafirët që sot veç fillojnë me ardhë, do të vinë teatri Korçës edhe teatri Mitrovicës. Mitrovica e ka sonte shfaqjen, do të hap shfaqjen Mitrovica edhe gjithçka është gati. Kemi 4 shfaqje të konfirmuara, të cilët do të marrin pjesë. Nata e parë do të hapet përmenda me teatrin e Mitrovicës, nata e dytë do të prezantohet me teatrin e Korçës, nata e tretë është teatri i Gjakovës, kemi një regjisor peshevar. Nata e katërt është teatri i Universitetit AB Faruk Begolli, ndërsa natën e pesë nuk do të jetë i karakterit Garus, do të jetë shfaqja jonë me regji dhe aktor të Preshevës. Për Radio Televizionin Presheva, organizatorja Feida Boriqi thotë se pas një pune 2 mujore, tani është gati gjithçka. Përpos punëve teknike që na përkasin neve si organizator plakatave, biletave, gjitha këto çmimet e mirënjohjet, pastaj është kontakti edhe me trupat e teatrove që vinë. Këtë vit, edhe sikur edicioneve tjera, do ndahen 7 çmime. 6 çmime janë të, kryesisht që e ndajnë juria jonë profesionale, e cila është në përbërje të 3 antarëve, është mentor Zymberaj, aktor, profesor i Fakultetit të Arteve. Pastaj është Ekrem Sopi, regjisor i cili punon në teatrin e Gjiranit, dhe kemi aktorin nga teatri i Tetovës, Elmir Seifullahi. Të gjithë këta domethënë janë me një bagazh artistik shumë të madh, me çmime edhe mbarkombëtare. Këta do të ndajnë 6 çmime, kurse çmimi special që ndahet çdo vit nga Shtëpia e Kulturës ndahet ekskluzivisht nga ne si organizator të këtij festivali. Feida Boriqi, përveç që është marrë me punët e organizimit të këtij festivali, ajo është dhe regjisore e shfaqjes Skicuesi, e cila do të prezantojë Shtëpinë e Kulturës Abdullah Krashnica dhe do të shfaqet në natën e fundit. Nuk i kemi lënë, domethënë, rastësisht natën e fundit, sepse duam që mbas shfaqjes tonë, e cila është jashtë konkurrence, të jetë salla përplot me shikues, që të ndajmë çmimet dhe të jemi bashkë, domethënë, emocionet e çmimeve, të jemi bashkë me të gjithë ata që marrin çmime, aktorët, regjisorët, dhe besoj që do të ketë publik, do të jenë të ndarë, të kënaqur me këtë edicion të 13 të festivalit. Ne kemi përgatitur si një koqir dram, e cila është një dram psikologjike, me një tematik shumë të thellë. Besoj që të gjithë do ta gjejnë veten aty dhe do të marrin pjesë 3 aktorë preshevar, Gani Veseli, Gjelbri Memini dhe Artan Ibishi. Sonte, me fillim prej ora 19:30, do të shpallet i hapur edicioni 13 i festivalit Ditët e Komedisë Shqiptare, Presheva 2016. Në këtë edicion do të marrin pjesë teatrot nga Mitrovica, Korça, Prishtina dhe Gjakova. Këshilltarët e kuvendeve dhe këshillave komunale të komunave Preshevë, Bujanoc dhe Vranj morën pjesë në ligjëratën e organizuar në Vrnjaçka Banj nga Koalicioni për Transparencë në jugun e Serbisë. Tema e kësaj ligjërate ishte barazia gjinore në qeverisjet lokale si dhe në institucione të tjera. Në kuadër të nivelit të dytë të këtij seminari, respektivisht ligjëratet e organizuar për këshilltarët e kuvendeve dhe këshilltarët në këshillat komunale në Vrnjaçka Banj, me temën barazia gjinore, janë shqelluar kryesisht tema në ngritjen e zërit të gruas, në mënyrë që të mos jetë vetëm për plotësimin e kuotave, por të dëgjohet zëri i tyre në shoqëri. Lidhur me këtë punim, Gjemile Aliti, këshilltare nga radhët e Partisë për Veprim Demokratik në Kuvendin e Komunës së Bujanocit, theksoi se ishte një eksperiencë mjaft e mirë për të na shtyrë të punojmë tutje për barazinë gjinore, madje për të luftuar më shumë për realizimin e të drejtave tona. Kjo që ne kemi mësuar tashti na ep mundësinë që të shtyjmë më tutje, më përpara procese të cilat veç i kemi filluar në nivel lokal aty ku ne jetojmë. Eksperiencat e qyteteve tjera, e grave që janë në qeverisje,
na ndihmojnë shumë që edhe ne të fillojmë të bëjmë diçka për gratë tona. Barazia gjinore ka shumë rëndësi të madhe, jo vetëm për neve si shqiptare, po edhe në gjithë botën. Prandaj duhet luftojmë sa më shumë që gruas të japim hapësinën që e meriton. Unë asnjëherë nuk jam udhëtare që neve në gjitha kuvendet edhe komunale, edhe republikane, edhe në gjitha nivelet duhet ne të punojmë edhe të angazhohemi që nivelin e përfaqësimit të grave kudo qoftë në për institucione tjetë nivelin që e meritojnë. Ndërkaq, Maja Ristiq, këshilltare në kuvendin e Vranjës nga radhat e SNS-s, veçtjera shpotencoi se në kuadër të këtij seminari kemi promovuar barazinë gjinore për të cilën u dakorduan të gjitha gratë pa paragjykime politike e nacionale. Prisustvovala sam seminaru na kome smo promovisali rodnu ravnopravnost za koju se zalažu sve žene bez ikakvih političkih i nacionalnih predrasuda. Grad Vranje je usvojio Evropsku povelju rodne ravnopravnosti, formirao Savet za rodnu ravnopravnost i mi ćemo sada verovatno formirati žensku odborničku mrežu za koju smatramo da treba biti formirana u svim opštinama Pčinjskog okruga. Ako se umrežimo, moći ćemo bolje da komuniciramo sa ženskom parlamentarnom mrežom i da se zalažemo za afirmaciju rodne ravnopravnosti, a ne podelu na muškarci i žene. Qëllimi jon ishte që gratë në institucione të ndikojnë në të drejtat e tyre. Për jetën e tyre në shoqëri është shprehur kështu Rozeta Aleksov, ligjëruese e këtij seminari. Ndërkaq, gjatë kësaj ligjërate, pati interesim të jashtëzakonshëm për bashkëpunim në mes vete, citoi ajo. Cilj ovog seminara bio je da odbornice shvate svoju ulogu u ostvarivanju ciljeva rodne ravnopravnosti, odnosno, pošto rodna ravnopravnost u našoj sredini, ali i u većini drugih sredina podrazumeva unapređenje položaja žena, jer kako smo i videli na ovom seminaru, žene su u mnogim oblastima života u mnogo nepovoljnijem položaju nego muškarci. Tako da je važno da odbornice koje ih zastupaju u opštinskim skupštinama shvate na koji način mogu da utiču na donošenje političkih odluka koje će unapređivati kvalitet svakodnevnog života žena u zajednici. To je osnovna ideja ovog seminara. Imali smo jako lepu atmosferu u ova 2 dana. Odbornice su iskazale veliku želju za povezivanjem i sa ženama iz drugih stranaka, što je jako dobar model koji se prenosi sa nacionalnog nivoa i pokazuje da interesi žena mogu da prevaziđu interese stranačkih politika. Tako da se ovde razvila ideja o tome da se žene sa ovog seminara i dalje povezuju i umrežavaju i sa njihovim koleginicama, odbornicama iz drugih stranaka koje trenutno nisu bile ovde prisutne, ali se nadamo da će možda u budućnosti da se razvije jedna lepa mreža saradnje na jugu Srbije, gde će se žene zajedno zalagati za ona rešenja koja doprinose da se položaj žena u zajednici unapredi. Sipas organizatorëve të kësaj ligjërate, koalicioni për transparencë në jugun e Serbisë do të vazhdojë në periudhën vijuese me nivelin e 3 të këtyre punimeve, ndërsa seminari në fjalë është mbajtur në hotelin Kralj në Vrnjaçka Banj. Ndërtimi i objekteve të përhershme të menaxhimit të integruar të kufirit IBM mes Kosovës dhe Serbisë do të fillojnë gjatë muajit nëntor dhe dhjetor të këtij viti si rrjedhojë marrëveshjes në mes të delegacioneve të këtyre 2 shteteve nënshkruar në Bruksel vitin 2014. Ministrja për dialog Edita Tahiri ka bërë të ditur për Kosova Press se ndërtimi i objekteve të përhershme të IBM-s ka rëndësi të madhe sepse me këtë proces rumbullaksohet zbatimi i plotë i marrëveshjes së IBM-s dhe i protokollit teknik, si dhe praktikisht të 2 shtetet do të bashkëpunojnë në fushën e menaxhimit të integruar të kufirit sipas standardeve më të larta të Bashkisë Evropiane. Sipas saj, finalizimi i marrëveshjes për ndërtimin e këtyre objekteve është kontributi të gjitha palëve, që do të mundsojë lehtësimin e lëvizjes së lirë të njerëzve dhe mallrave, rritjen e cilësisë dhe sigurisë së kontrollit kufitar dhe është në funksion të përmbushjes së kritereve për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa theksoi se ndryshimet pozitive të arritura në veri të vendit janë rezultati drejt për
të drejtë i dialogut të Brukselit, edhe pse siç tha ai, mbetet akoma shumë për të bërë dhe për të krijuar një gjendje çfarë vërtet dëshirohet. Duke folur për projektet e Bashkisë Evropiane në atë pjesë, ai potencoi ndërtimin e objekteve të përhershme të menaxhimit të integruar të kufirit, për të cilat tha se do të nisin gjatë këtij muaji dhe muajit të ardhshëm. Në anën tjetër, qytetarët e Mitrovicës thonë se me ndërtimin e objekteve të përhershme të menaxhimit të integruar të kufirit, po bëhet një punë shumë e mirë. Liridon Selimi ka potencuar se ndërtimi i objekteve të përhershme mes Kosovës dhe Serbisë, veç tjerash do të plotësojnë edhe kriterin për liberalizimin e vizave në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mund të lëvizin lirshëm nëpër vendet e ndryshme sa më parë. Këtë vit, trupi koordinues ka ndarë gjisej 415 bursa për nxënësit e shkollave të mesme nga territori i komunës Preshevë, Bujanoz dhe Medvegjë. Në komunën e Preshevës janë ndarë 250, në komunën e Bujanozit 139 bursa, ndërsa në komunën e Medvegjës 26. Kushtet e përgjithshme në konkurs kanë qenë që nxënësit të jenë shtetas të Republikës së Serbisë me vendbanim në territoret e komunave Preshevë, Bujanoz dhe Medvegjë, që vitin e parë akademik 2016-2017 ta kenë regjistruar në njërë ndër shkollat e themeluara me vendim të Ministrisë së Arsimit të Republikës së Qeverisë së Serbisë, që gjatë shkollimit të kenë arritur sukses shumë të mirë dhe të shkëlqyeshëm dhe të mos kenë përsëritur asnjë vit. Në konkurs janë paraqitur 770 nxënës. Prej këtij numri, 445 nga Presheva, 274 nga Bujanoci dhe 51 nxënës nga Medvegjja. Komisioni i cili në mënyrë të rregullt ka kontrolluar dhe vlerësuar dokumentacionin e arritur ka qenë i përbërë prej secilës veçqeverisje lokale të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, nga një antar dhe 4 antar nga shërbimi i trupit koordinues. Ranglista dhe lista e gjithë kandidatëve janë publikuar në webfaqen e trupit koordinues. Konkursi i bursave për nxënësit e shkollave të mesme nga territori i komunave Preshevë, Bujanoz dhe Medvegjë është njëri ndër aktivitetet më të rëndësishme të trupit koordinues, me të cilin ndihmohet arsimi, avancimi dhe zhvillimi i njerëzve të rinj nga komunat e jugut të Serbisë, ka thënë Zoran Stanković, kryetari i trupit koordinues. Stanković ka theksuar se është shumë e rëndësishme që të rinjve t'u dedikohet kujdesi i posaçëm, sepse ata pas mbarimit të shkollimit do të kenë mundësi që të kontribuojnë dhe krijojnë ardhmërim më të mirë. Ai ka përgëzuar bursistët në suksesin e deritanishëm në shkollim dhe ka porositur që të vazhdojnë që të arrijnë suksese dhe rezultate të mira. Vazhdim të nderuar teleshikues, shohim se cilat janë lajmet kryesore nga rajoni. Ekspertiza ku do qartësohet vdekja e dyshim të Asrit Dehari do të bëhet sot, kështu tha Ministri i Drejtësisë Zurata Hoxha në mbledhjen e qeverisë Kosovës. Ajo ka treguar se në ekspertizë do të marrin pjesë ekspertët që kanë propozuar familja e ndjerit dhe ekspert nga EULEX-i. Në momentin e marrjes së lajmit, menjëherë kemi aktivizuar gjithë mekanizmat dhe institucionet relevante për të marrë me rastin në fjalë. Zyrtarët e shërbimit korrektues kanë njoftuar ekipet e policisë, ekipet e mjekësisë ligjore dhe prokurorisë. Po ashtu, menjëherë kanë dalë vendin e ngjarjes për hetim dhe sqarimin e rastit. Me vendim prokurorisë, por gjithashtu edhe me mbështetje të plotë, është lejuar përfshirja një eksperti vëzhgues propozuar nga familjarët, gjithmonë në cilësinë e vëzhguesit gjatë procesit të autopsisë. Zgjedhjet e reja dhe të parakohshme i kushtojnë Kosovës kohë dhe para, ndërsa nuk do ndryshojnë diçka esenciale përse i takon zhvillimeve politike në Kosovë. Kështu thot ambasadorja gjermane në Kosovë, Angelika Viec, në një intervistë ekskluzive dhe për RTK. Viec thot se për shkak se Kosova nuk ka përmbush kriteret e Komisionit Evropian, vështirë se do të ketë liberalizim të vizave këtë vit. Përsa i përket punësimit të kosovarëve në Gjermani, Viec thot se nga janari i këtij viti, ambasada gjermane ka shqyrtuar 5300 kërkesa për vizë pune dhe shumica prej tyre janë lejuar, ndërsa në listën e pritjes për shqyrtim janë edhe 1350 kërkesa të reja. Ambasadori Amerikan në Tiranë Donald Lu ka folë për rolin e shqiptaro-amerikanëve në përparimin e Shqipërisë. Lu tha sot se jetojnë në mënyrë të përhershme rreth 20.000 amerikanë. Komentet për diasporën, Lu i bëri në prag të samitit diasporës që mbahet në Tiranë nga data 18 deri më 20 nëntor. Dohet filloj këtë intervistë me një histori, tha zoti Lu. Është një fotografi e famshme një djali sirian që u përhap në internet në mbar botën. Ai ishte i plagosur në një sulm ushtarak dhe ishte i përgjakur. Kur presidenti Obama shkoi në Kombet e Bashkuara në shtator, ai foli rreth një fëmijë amerikan që quhej Alex, i cili kishte shkruar një letër ku i kërkonte ta sillte djalin e vogël sirian në shtëpinë e tij.
I kemi edhe minutet të rezervuar për sportin ndërkombëtar. Maxbet. Jeta është lojë. Trajneri i kombëtarës së Shqipërisë Xhani Dibiazi ka folur në konferencë për media pasi ka zbuluar listën e lojtarëve të ftuar për ndeshjen ndaj Izraelit. Tekniku ka thënë që duhet të qëndrojë me këmbë në tokë, pasi Izraeli ka një skuadër të mirë. Bëm një mrekulli duke u kualifikuar direkt në Europian. Të shpresojmë që kjo do të ndodhë edhe tani. Kemi vetëm një ndeshje tani dhe duhet të bëjmë maksimumin ndaj Izraelit, të cilët ka një skuadër me përvojë dhe ndoshta janë më të fortë se ne, ka thënë Dibiazi. Kaqe nuk është për arsye teknike dhe kam preferuar lojtarë të tjerë. Më vjen keq që Lenjani dhe Cikaleshi nuk luajnë, shpresoj të ndrojnë skuadër gjatë janarit. Ndërkaq sa i përket Gashit, ai ka thënë se është një zgjedhje e momentit dhe nuk është zgjedhje përfundimtare. Një tjetër problem është edhe distanca e madhe nga Amerika në Shqipëri, por po e them është vetëm zgjidhje momentale dhe i ka dyert e hapura për të ardhmen, ka thënë trajneri i Shqipërisë Xhani Dibiazi. Por jasi i përgjigjet shkëlqen Gashit Dibiazit, i cili ka vazhduar me paraqitje të mira në MC Colorado Rapids. Sulmuesi shqiptar shënon një gol fantastik nga rreth 40 metra në ndeshjen e play-offit ndaj Los Angeles Galaxy. Pjesë e skuadrës musafire është edhe legjenda angleze Steven Gerrard, por që në këtë takim ishte në bankë rezervë. Los Angeles Lakers ka siguruar fitoren e tretë radhës në konferencën e perëndimit në NBA dhe ka hedhur kandidaturën për një vend në zonën play-off. Kalifornianët mposhtën 119-108 Phoenix Suns në Staples Center, edhe pse i miri mbi parket realizoi bukur si Suns me 39 pikë, 7 asiste dhe 3 topa të kontrolluar në tabelë. Loja kolektive e Lakers u shpërblye me një fitore me 11 pikë diferencë. Ka zhgënjur Toronto Raptors brenda në Air Canada Arena ndaj Sacramento Kings me rezultatin përfundimtar 91-96. Edhe pse qëndruan në kryesim gjatë gjithë pjesës së parë, u udhëhequr nga DeRozan, që realizoi në total 23 pikë. Kanadezët humbën shumë terren sidomos në periudhën e tretë, duke shënuar vetëm 16 pikë. Queens dhe Gay ishin më të mirët për Kings me 23 dhe 22 pikë secili. Dallas Mavericks arriti fitonte 86-75, vetëm në kohën shtesë ndaj Milwaukee Bucks me një rezultat të pjeshëm 12-1. Ka shkëlqyer në American Airlines Center Barnes me 34 pikë, 2 asiste dhe 8 rebound. Shpërthen Denver Nuggets në parketin e Boston Celtics, duke mundur kështu me rezultat 107-123. Ju ftoj të përcjellni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Jaffa Champion, nga natyra ndërpreza. Ju rikujtojmë edhe një herë temën që kemi përzgjedhur për këtë edicion informativ. OSB takimi kryetarin e komunës diskutoi çështja e medias. Fillon sonte edicioni 13 i festivalit Ditët e Komedisë Shqiptare Presheva 2016. Këshilltarët e 3 komunave Preshev, Bujanoc e Vranj pjesë e punimeve në temën barazia gjinore. Shikues të nderuar, kjo ishte tërë sa i përket edicioni informativ. Ne ju falenderojmë për momentin, duke ju ftuar që dhe më tutje të qëndroni me programin ton. Në orën 20 do të mund përcjellni emisionin Studio e Hapur, ku i ftuar do të jetë kryetari i komunës së Bujanocit, Shaip Kamberi. Ju urojmë shikim të këndshëm.